Në shenjë të ndërimit të dëshmorit legjend, tani heroi i Kosovës Përparim Thaçi sot u përkujtua 27 vjetori i rënjes në altarin e lirisë për të mos vdekur kurrë. Ai la fushën e futbollit dhe indeksin me plot të dhjeta. I u bashkua radhave të UÇK-s, shtabit pas një varg organizimesh të protestave dhe kushtrimit të komandantit Adem Jashari. Në përkujtim të rënjes heroike të Përparim Thaçit në varrizat e dëshmorëve në Landovic, u bën bashkë pos familjes dhe ishte shok të luftës dhe idealit të përparimit. Ishte edhe nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, kishin ardhur bashkëluftëtar, drejtues bashkëlojtar të heroit e lojtar të KFL-ria, bashkë me antar të tifo grupit Prizenas Arpaqekët. Kryetari i Degës OVL-s së UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, ka folur për kontributin e këtij dëshmori të parit të komunës së Prizrenit. Nën kryetari i Prizrenit Kujtim Gashi tha se Përparim Thaçi në kohët më të vështira për popullin ton ishte model për bashkëmoshatarët e tij në shërbim të atdhejut. Heroi Përparim Thaçi ra në fushën e nderit si dëshmor i parë i komunës së Prizrenit pas një pritje të forcave serbe ndërmjet të fshatrave Pëllacerk e Dzerdze, bashkë me dy shokët e luftës Fejm Gashi dhe Sakip Bellaqa në kohën kur po shkonin në aksion.